Numri I të afiliurve me Universitetin e Prishtinës nga diaspora jonë akademike ju ka ofru 10 qit dhe shpresoj që ky numër do të shkon do të rritet edhe më, si dhe përmbajtësisht tani do të kemi aktivitete jo vetëm numerikisht, po edhe përmbajtësisht do të kemi aktivitete dhe bashkëpunime secilën herë e më të mëdha e më domethënëse. Është një potencial I jashtëzakonshëm që Kosova, Universiteti I Prishtinës e ka të shpërndar gjithandej nëpër botë. Ky potencial ne duhet të jemi të vetëdijshëm që ka një afat skadence dhe që ta shfrytëzojmë momentumin që ta bëjmë më të mirën e mundshme duke e lidhë këtë potencial akademik që kemi të shpërndar, po edhe të dëshmuar gjithandej nëpër universitete me renomi botërore, që ta lidhim me Universitetin e Prishtinës me vendin tonë dhe që të mëtojmë, zhvillojmë programe, projekte kërkimore, zhvillimore së bashku. Andaj edhe vetë emërtimi forumet diaspora akademike bashkë në shkencën besoj e përthekën e përshkruan bukur mirë këtë potencial. Ne kemi zhvillu disa qendra mrena Universitetit Prishtinës dhe njëra ndër to është edhe qendra për studimet të avancuara, e cila do të jetë adresa e parë e këtyre profesorëve gjithanej në përbot dhe tentojmë që sa herët do të jenë fizikisht në Universitetin e Prishtinës që të jenë të akomoduar brenda kësaj qendre, pavarësisht për çfarë drejtimi punojnë. Ne kemi profesor që janë fushat e shkencave kompjuterike, kemi profesor që janë fushat e shkencave të mjekësisë, deri tek shkencat shoqërore e humane, pra paleta është gjithëpërfshirëse. Shpresoj që numri I të asociuarve me Universitetin e Prishtinës prej diasporës akademike do të vijë dhe do të rritet, po edhe me këtë numër që kemi, nëse zgaboj deri më tani janë 9 gjithsej, kemi një bazë të mjaftueshme që vërtet me kapitalizu. Diaspora jonë padyshim se është një ndër asetet më të çmuara të Kosovës. Në universitetet, institucionet kërkimore dhe qendra inovacioni në mbar botën, diaspora jonë përfaqëson me dignitet potencialin intelektual të vendit tonë dhe kontribon në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë dhe shumë fushave të tjera që janë të dobishme për vendin. Kosova ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e forcimit të lidhjeve ndërmjet universiteteve dhe diasporës akademike, duke konsideruar këtë bashkëpunim një prioritet të zhvillimit afatgjatë. Ky forum padyshim se është një urë lidhëse që lidh dijen në zhvillimin përvojën ndërkombëtare me nevojat e Kosovës dhe njerëzit me idetë në që të ndërtojmë një strategji më të mirë për të ardhmen. Andaj le ta shfrytëzojmë këtë forum për të krijuar aktivitete të reja, për të frymëzuar brezat e ri dhe për ta bërë bashkëpunimin ndërmjet diasporës akademike dhe institucioneve tona gjithnjë e më të qëndrueshëm. Si institucione padyshim se kemi përgjegjësi të krijojmë mekanizma të bashkëpunimit, të mos mbeten, do thotë to mekanizma të mos mbeten vetëm në nivel të takimesh, por të shndrohen në një rrjet të qëndrueshëm bashkëpunimi ku dia, përvoja dhe inovacioni që qarkullojnë ndeshëm mes Kosovës dhe diasporës. Për fund, unë dua t'ju falenderoj të gjithëve për praninë tuaj sot në këtë forum dhe uroj që të kemi një forum të suksesshëm me diskutime frytëdhënëse dhe rezultate që do të vazhdojmë edhe më tutje, padyshim me diasporën tonë akademike e cila vazhdon të bëjë dhe të japë një kontribut të çmuar për vendin tonë. Edhe një herë dua rektor falënderit për gjithë këtë organizim që keni bërë dhe po besoj që bashkëpunimet tona ndërmjet institucioneve do të vazhdojmë edhe. Ajo që kemi ose po propozojmë në këtë rast për Universitetin e Prishtinës qendrën për studimet të avancuara është që ky njësit me u zhvillu në një qasje me faza. Shumë të vetëdijshëm që një gjë e tillë merr kohë përpos resurseve edhe financiare dhe humane merr kohë. Nëse mujmë prof me shku te slajdi tjetër. Mundin e me po këtu, kjo realisht faza e parë dhe dytë dhe e tretë e mbulon pak a shumë deri në 6 vite dhe më tej, ku faza e parë fokusohet vetëm në ndërtimin ose zhvillimin institucional të njësitit dhe të qeverisjes dhe krijimit të partneriteteve strategjike.
është shumë e rëndësi edhe e kemi cek gjatë të gjithë konceptit që UP-ja me qenë full komplet pronar, në munges një fjale tjetër për momentin të këtij njësiti, dhe rrjedhimisht një qeverisje me reflektu ose zhvillimi i kësaj strukture të qeverisjes me reflektu këta. Faza e dytë është më shumë një fazë pilotuese, ku ato që i përmenda më herët mënyra që e angazhojmë dhe e lidhim diasporën kishim me u pilotu, qoftë programe të mentorshipit ose rretizimi akademik. Idealisht në këtë fazë, gjatë kësaj, po ashtu punohet në një databazë të akademisë diasporës akademike, prapë po thëmë e cila mbetet me qendrën për studimet avancume, me njësitin për migrim e diasporë si një lloj lideri në këtë aspekt. Ndërsa faza e tretë e parashet që ky njësit dhe qendra për studimet avancume veç janë të zhvilluar shumë mirë, e ka një strukturë qeverise e cila funksionon dhe ka një metodë, mënyrë të financimit e cila është mirë e menaxhueshme.